Të moshuarve shqiptar do të rritet me 50% pensioni, por dhe të sigurohet një i 13. Është ky vendimi i qeverisë që do të ndërmerret në 5 vitet e ardhshme, i publikuar në dokumentin politik për moshimin dhe planin e veprimit 2025-2030. Qeveria planifikon të rrisë pensionin mesatar në qytet nga 18.341 lek, që është aktualisht në mbi 27.511 lek, ndërsa në fshat do të arrijë në 16.570 lek. Me qëllim realizimin e kësaj mase është parashikuar mbi 95% e buxhetit të dedikuar, e cila do të shkojë për të garantuar pavarësinë financiare të kësaj kategorie. Zhvillimi i politikave për rritjen e të ardhurave për pensionistët, i cili në totalin e shpenzimeve zë më shumë se 95% të tij, me tregues kryesor rritjen e masës së pensioneve në 50%. Ky aktivitet kryesisht mbulohet nga buxheti i shtetit për përmirësimin e politikave të pensioneve. Jo vetëm 50% më shumë, por dhe pensioni i 13 do të jetë i prekshëm për pensionistët deri në 2030, për të cilin pritet të dedikohet një buxhet rreth 25 milionë euro më tepër. Me gjithë progresin e bërë nga reforma e pensioneve apo mbështetja që qeveria shqiptare ka dhënë për të moshuarit, çështja e pavarësisë financiare të moshuarve e në mënyrë të veçantë të moshuarve të vetmuar mbetet prioritet për një jetesë dinjitoze. Por gjatë kësaj periudhe do të rritet dhe mosha e daljes në pension, ndërsa do të miratohet edhe formula e indeksimit të diferencuar të pensioneve. Ndryshimet kryesore përfshinin rritje graduale të viteve të kontributit nga 35 në 40 deri në vitin 2025, si dhe rritjen e moshës së daljes në pension për gratë me 2 muaj në vit për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Pas këtij viti, mosha e daljes në pension për burra do të rritet me 1 muaj në vit dhe për gratë me 2 muaj në vit, duke arritur në 67 vjeç për të dy gjinit në vitin 2056. Dokumenti parashikon investime të rëndësishme në shërbimet shëndetësore dhe sociale, përfshirë ngritjen e kapaciteteve të nevojshme dhe ndërtimin e qendrave të riabilitimit dhe rezidenciale për të moshuarit, ndërsa pas nuk do të lihen dhe pensionistët e vetmuar, për të cilat do të ketë politika të veçanta ndihmëse.